Raportet financiare të kompanisë Energy Financing Team, EFT, të Vuk Hamovicit, degës në Tiranë, kokës së mafias energjetike në Ballkan, dhe raportet financiare të birrit në Kosovë të Jeta Gjarës e kompanisë Internews të Faikës Pahut, partnerit të Gjarës, i mbahen praktikisht e njëjta kompani. Në raportet publike të auditimit për këto kompani, për vite të ndryshme, del se Birni dhe Internewsit në Kosovë u a bën auditimin kompania Balluku dhe Zhaveli. Kompania regjistruar në vitin 2003 me partner Tomor Zhaveli dhe Esmeralda Balluku. Në të gjitha raportet e Birnit, të Jeta Gjarës dhe Faikës Pahut, figuron se raportet e auditimit kryeshin nga kompania e Zhavelit dhe Esmeralda Balluku. Dhe pikrisht është Esmeralda Balluku që bën të njëjtën punë edhe për kompaninë Energy Financing Team Tirana, deg e kompanisë së Vuk Hamovicit në Tiranë. E kompania EFT dega në Tiranë është e lidhur me kompaninë Noa Energy Trade. Siç kanë raportuar media në Kosovë e në Shqipëri, drejtori menaxhuesi i EFT-s Tiranë, Mirsad Uruqi, është në lidhje të largëta familjare me pronarin e Noa Energy Trade, Gentian Sula. Të pasurit të njëjtin auditor përbën vetëm një fragment kësaj çështje. Përkundërse është detaj i rëndësishëm në vetvete, por ndërlidhja më përmasa edhe më shqetësuese kur del në pa një tjetër fakt. Në platformat e Jeta Gjarës në Kosovë nuk ekziston asnjë lajm i vetëm për Noa Energy Trade, por raportime s'ka as për Vuk Hamovicin në EFT. Nëse kërkohet në kallzo.com për Noan, kompaninë fantom që fitoi qindra miliona euro në har kohor 2-3 vjeçar, nuk shfaqet asgjë. Kallzo nuk ka raportuar as për fillim të hetimeve nga prokuroria për këtë kompani. Si është të mundur që për një nga temat kryesore në Kosovë nuk ka asnjë lajm nga një prej platformave kryesore të lajmeve në Kosovë? Por çudia nuk përfundon këtu, veçse rritet. Nëse kërkon në kallzo.com për EFT në Hamovicit, gjithashtu nuk del gjë. Pos një lajm i vetëm raportues me titull "Muja pyet ish anëtarët e bordit Kostit për shkëmbimin e energjisë me ndërmarrjen serbe EFT Group në vitet 2006-2008", që është thjesht një raportim mbi një mbledhje të një komisioni parlamentar. Më rënda, edhe nëse kërkon në kallzo.com për Vuk Hamovicin, nuk del gjë prapë. Kurse, nëse kërkon në Google me kombinimin Kallzo dhe Vuk Hamovic, atëherë të del veç një tekst i para 14 vjete me titull "Keku tregton me bosët e terit", dhe më pas asgjë. Si është e mundur, si ka mundësi që platformave të quajtur më e madhe hulumtuese në Kosovë nuk e ka asnjë hulumtim të vetëm për problemin kryesor në Kosovë, energjinë dhe mafian energjetike? A nuk është Jeta Gjara interesuar të merret me energjinë dhe problemet e energjisë? E kundërta. Po të kërkosh në internet, Jeta Gjara të bashkuar me Tokfjaqin Termocentrali Kosova e Re të dalin plot artikuj. Gjara në bashkëpunim me Hake Abazin ishte angazhuar në një fushatë aktive, agresive, tejet intenzive për të ndaluar ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Gjara ishte gjithandej me deklarata tmerruse për qytetarët e Kosovës se si nëse ndërtohet termocentrali i ri vaj halli për popullin e shkretë. Jepte deklaratat prekshme se si investimin qëmër ka me na i mundëzi më shknit, ashtu që ashtu i kemi të nxime na Kosovartë. Madje tentonte të krijonte një ndarje të heshtur krajinore, se si në disa cepa të rrafshit Kosovës, ajri i helmuar nga qymyri po a merr frymën foshnjave. Mos harani, arsyeja pse po luftojmë ç't betejë, është pse i dim dhënat shkencore. Mbi rreth 1000 foshnje në vit vdesin parakoshëm për shkak të ndotjes së ajrit. Sipas shoqatës pulmologëve të Kosovës, 5 herë më shumë vujnë prej kancerit qytetarë që jetojnë rrafsh Dukallxhinit afër termocentraleve ndikumbe termocentraleve se ata që jetojnë rrafsh Dukallxhinit. Pra, shumë më shumë rrafsh Kosovës, 5 herë më shumë vujnë prej kancerit. Edhe mos harani, krejt Kosova ka 10 vjet më pak jetë gjatësi. Qytetarët e Kosovës kanë 10 vjet më pak jetë gjatësi se qytetarët e Evropës perëndimore për shkak të kualitetit të ajrit. Por kishte kaluar kufit e gazetarisë. Gjara kishte bashkëthemeluar edhe një rrjet kundërshtuesish, quhej Konzorciumi i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë, KOSIT. Një përzierje shpëtuesish e aktorëve të shoqërisë civile, nga Jeta Gjara te Hake Abazi e të tjerët, të cilët me një përkushtim të admirueshëm mboshin ekranet e Kosovës që nga mëngjesi herët, duke paralajmëruar popullin për apokalipsin që sipas tyre do të pasonte nëse do të guxohej të ndërtohej termocentrali i ri.
Konsorciumi i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm i ka bërë thirrje qeverisë që të tërhiqet nga kontrata me Contour Global edhe ta shpëtojë vendin nga rreziku i kolapsit financiar. Sipas tyre, kontrata krijon një humner financiare 20 vjeçare për vendin e izolon atë nga integrimi dhe liberalizimi i tregut të energjisë elektrike dhe shuan shpresat për një sistem energjetik të bazuar në burime të pastra e miqësore me mjedisin dhe shëndetin e popullatës. Nuk kishte ditë që Jeta Gjara e kombinuar me vetëvendosen dhe një pjesë shoqërisë civile që nuk bllokante ekranet se si Kosova në asnjë rrethon të mos ndërtojë termocentralin e ri. Gënjente se Kosova tash ka forma të reja alternative për prodhim të energjisë. Po i thojmë sot edhe aty në edhe qeverisë Kosovës, po edhe popullit Kosovës, që Banka Botërore ka vendos në mënyrë specifike, ka thonë mos me financu termocentralin e Qymirit për shkak se Kosova tash ka thoni ka në dispozicion alternativa tjera të prodhimit rrymës për energjisë ripërtreshme. Përveç në televizione, agresive ishte fushohet edhe në rrjetet sociale. Ishte hapur kanal në YouTube, faqe në Facebook e platforma të tjera e madje thuhej edhe se ja vlen që Kosova të paguajë dënim 10 milionësh vetëm të mos se ndërtoj termocentralin e ri. Ndashta hera parë na duhet më pajtu, me pagu një dën në 90 milion, so me pagu një dën 5 miliard, se në kena me pagu copa. Dhe përfundimisht ndërtimi i termocentralit të ri u ndalua. Termocentrali që këtë vit do të fillonte punën e do të prodhonte mjaftueshëm për plotësuar nevojat e krejtësishme për energji elektrike në Kosovë u stopua. U ndalua në emër të ambientit, përkundërse projekti parashite që ndotja e ambientit nga ky termocentral të ishte zero, për shkak të teknologjisë së fundit që do përdorte. Dhe çka ndodh më pas? Konsorciumi Jeta Gjarës pushon automatikisht aktivitetin, pasi siguron se e ndaluan termocentralin e Kosova prap mbetet të importojë energji elektrike nga Serbia. Nëse shihni sot në faqet Facebookut të Kosidit, postimi i fundit është në vitin 2018. Ndërsa, nëse klikoni për të kaluar në faqet të Kosit në internet, aty shihet se është domen i braktisur dhe shfaqen figurat lorave të fatit të bastoreve në Indonezi. Kosova nuk e ndërtoi termocentralin, ashtu siç deshi Jeta Gjara, por Kosova nuk ndërtoi as kapacitete të reja prodhuese nga forma alternative, siç premtonte Jeta Gjara. Atëherë, pse ndali ajo aktivitetin? Sepse në thelb nuk bëhej fjalë për ndaljen e ndërtimit të një termocentrali të ri, e as më pak për shpëtimin e mjedisit. Qëllimi ishte të ndalej termocentrali, sepse dikujt interesante të vazhdonte importimin e rrymës në Kosovë nga Serbia. Dhe këtë bëri përmes Jeta Gjarës. Prandaj sot, ajo e organizatat e saj, jove që kanë pushuar aktivitetin ku thrasin për prodhim të energjisë alternative, por as nuk raportojnë fare për importin e madh nga Serbia, e fitimet multimilionshme të Vukamovicit, nga ky import e ato të NOA-s nga tregtimi i rrymës për në Kosovë. Heshtja selektive sot ekspozon më qartë se çdo fushat, se për çfarë ka qenë vërtet betejë.